Jemi në studio. Kuvendi i Republikës Kosovës dështoi ditën e djeshme deri rreth mesnatës që zgjedh presidentin e ri. Skenaret janë nga më të ndryshmet, ndoshta vendi mund të shkojnë zgjedhjet parakohshme dhe pritet nga momenti në moment edhe një komunikim i presidentes Detyrë Vjosa Osmani që ndoshta mund shpërndajë dhe parlamentin. Por për këto do kemi mundësi të diskutojmë dhe analizojmë në këto momente. Kam në komunikim të drejt për drejt, përshëndetem, i them mirëmëngjes me kënaqësi kolegut gazetarit Faton Mehmeti. Faton, mirëmëngjes, përshëndes nga Tirana. Mirëmëngjesi. Së pari, në fakt, në orën 8 mëngjesit, presidentja në detyrë Vjosa Osmani lajmëroi një konferencë për mediat, ende edhe ne jemi duke pyetur, besoj edhe ju. Dhe vijojmë bisedën, sepse edhe dje apo 2 ditë e fundit pati zhvillime të rëndësishme. Por përfundimi ishte që Kosova, Parlamenti i Republikës Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e ri. Çfarë ndodhi pak a shumë në ato orë të vrrullshme ditën e djeshme? Realisht, zotit Kurti është duke i leverdisë që të shkojë në një pafundësi të zgjedhjeve, sepse ai e di shumë mirë që marrëveshjet që i kanë nënshkruar me Vučićin duhet të zbatoj patjetër dhe me Trumpin krye të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk ka asnjë alternativë për të bërë negociata, kështu që zotri Kurti duke dëshiruar të shkojë në pafundësi edhe për të mbetur në detyrë, mirë po pa marrë përgjegjësi. Kështu që edhe vitin e kaluar ka shkuar e njëjta si thot, është interesuar për ta vazhduar përsëri të njëjtin avaz edhe këtë vit të shkohet, si thuash, me kryeministrin detyrë, mirë po pa kryeministër të fuqi plot. Faton, duke pak e çuditshme, ndjes dhe pa dashur të ndërpres, duket pak e çuditshme se ai këtë herë bëri qeverinë thuajse i vetëm me të tjerë. Sërish prapë intereson të shkojnë zgjedhje Kurtit? Po i leverdis sepse matematika e tij është kjo, pra që Aleancën për Armërinë e Kosovës me që ishte kryetare zotri Haradinaj talente jashtë parlamentit, sepse ai di që me ze e kaloi dhe pa zotrin Haradinaj Kurti e di shumë mirë. Pra është interesuar për ta ndërtuar një pushtet për 20 vitet e ardhshme. Kështu që i ka hapur edhe një front 3 lufte Vjosa Osmanit, kjo për 2 arsye, pari takimet e saj me Tiranën nuk i kanë pëlqyer shumë zotrit Kurti, edhe së dyti kritika që zonja Osmani i ka bërë ndaj zotit Kurti për shkak të brishësisë së raporteve që kishte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, zotri Kurti njihet që është një kafshë politike dhe është i pa kompromis, kushdo që i del para, ai është në gjendje për të hapur luftë. Kështu që nuk ka qenë e befasueshme ky front i ri opozitar, sepse zotri Kurti e dinte shumë mirë që nëse zonja Vjosa Osmani do t'ia jepte një mandat, Vjosa nuk do ishte dëgjuar siç ka qenë mandatin e parë, sepse nuk do të kishte edhe Vjosa më interes për ta dëgjuar zotrin Kurti. Pra, Vjosa Osmani për këto 5 vite ka qëndruar, si thuash, në tërë zotrit Kurti me idenë që do t'ja jepte edhe një mandat. Po zotri Kurti e di që po erdhi Vjosa edhe një mandat nuk do ta dëgjojmë, nuk do të jetë dëgjueshme. Edhe tjetra është zonja Osmani për këto 5 vite vetëm sa do ta forconte rolin e saj në president dhe autoritetin e saj, dhe në instrument do të mund të ishte kundërshtari i tij politike për postën e kryeministit. Kështu që zotri Kurti po dëshon me një goditje të fuqishëm ta largojë nga skena politike dhe për këtë ka përdorur familjen jashore e cila me drejt nuk e pranoi këtë post. E kuptoj. Faton, me që jemi këtu, tani Vjosa Osmani për një mandat tjetër nuk e donte vetëm Albin Kurti vetvendosjes apo nuk e donte asnjë palë politike as opozita e tjerë? Realisht opozita është e natyrshme që mos ta donte, sepse Vjosa Osmani duke e atakuar opozitën është e ka rrit fuqinë e saj politike. Dhe kjo ka qenë natyrshme, mirë, po për zotrin Kurti është ai i cili Vjosën e shet vetëm kundërshtare politike e cila mund ta për shkak të popularitetit që të madh që ka mund ta dëmtoj zotrin Kurti. Dhe zotri Kurti është mundu ta përdorë këtë familjes jashore si mburoj për ta larguar zonjën Vjosa Osmani. Ky ka qenë strategjia e tij, mirë po, meqense Murat Jashori nuk e pranoi përkundër presioneve të mëdha që kanë qenë deri në orët e vona, pra zoti Kurti u detyru pastaj për bërë këtë lojë tash me çështje ligjore. Pra e ka dërguar gjykatë kushtetuese për bërë interpretime ligjore gjykata dhe për të futur në një cikël të interpretimeve dhe për të shkuar në pafundësi. Mirë po, besoj që vetëm sa po shohim se Vjosa vetëm është duke besoj që do dalë tashme dhe unë jam shumë i bindur që ai do ta shpërndajë parlamentin duke ja stopuar zotrit Kurti afatin ligjor, sepse Kurti është interesuar që zgjedhjet të mbajnë në qershor ose në mes korrikut, kur vinë diaspora. Dhe jo brenda 45 ditëve pak a shumë siç mund parashikohet. Jo,
interpretimet janë ndryshme, mirë, po në momentin që dështon zgjedhja e presidentit është afati 2 muaj 60 ditë brenda cilit prap mund zgjidhet presidenti dhe nëse nuk zgjidhet automatikisht pas 45 ditë shpërndahet parlamenti. Pra që i bie diku më tepër se 3 muaj pra të shkojë. Pikërisht është koha pra fundi qershorit ose mesi korrikut kur Kurti e dëshiron pra një gjë tjetër. Ndërsa ju faton thoni pak a shumë që ndoshta presidenti pas pak mund të shpërndaj kuvend dhe po shpërndaj kuvendi brenda 45 ditëve duhet bëjmë patjetër zgjedhje. Po, patjetër nëse zonja Vjosa Osmani e shpërndan patjetër se po, mirë po kjo e di shumë mirë psikologjinë dhe lojën e Zotit Kurti, prandaj unë besoj që do ta bëj një hap para tij për mos ta lejuar që shkohet në zgjedhjet në qershor dhe në korrik kur ati i leverdis më tepër. Ju kuptoj. Tani, edhe Vjosa Osmani, presidenti në detyrë, dje në minutat fundit e bëri një lëvizje. Dorëzoj disa amendamente që presidenti zgjidhe nga populli dhe ndoshta besojnë nëse ato miratoshin, atje nuk pati quorum se duhet e lista serbe etj etj. Mirë, po gjitha forcat politike, çuditërisht apo jo, këtë ndoshta edhe më thoni ju, edhe vetvendosje edhe PTK-LT, që ishin okay me këto propozime, por për mungesë quorumi ato nuk u hodhën në votim. Po kjo lëvizje si ishte? Dhe do të thotë që nëse do miratoshin që ky president që në këtë mandat pra 26-ën mund zgjidhet direkt nga populli? Shtrohet pyetja pse Vjosa për 5 vite nuk inicoi një gjë të tillë. Po, edhe ato në fund. Kjo është një lloj hipokrizie në vetvete, pavarësisht se unë shquhem si mbështet si zonja Osmani, po ky veprim ka qenë hipokrit i saj. Kuptimi sepse vetëm kur e po që po i rënohet pushteti u mundu të bënte diçka. Edhe kjo nuk mund bëhet pa listën serbe. Është tentuar qysh më herët të bënte nga PDK-ja fillimisht një gjë të tillë, mirë po ka qenë se lista serbe ka kërkuar postën e zëvendës presidentit. Pra, kjo ka qenë arsye që nuk është bërë, se pa listën serbe një gjë të tillë nuk mund bëhet, ata kanë bërë një kërkesë atyre ka qenë që të marrin postën e zëvendës presidentit, kështu që një gjë të tillë ishte hodhur poshtë. Mirë po, edhe nëse hipotetikisht nëse do të miratoshin kështu, këtu duhet që s'po deri në vitin 2030 nuk mund të zgjidhet pra presidenti i vendit. Pra dhe këtë nuk mund edhe brenda një afati shumë të shkurt kohor të futën në fuqi këto amendamentet kushtetuese. Këtë kuptim, presidenti i cili do të shoh që zgjidhet tashmë do zgjidhet me sistemin e vjetër. Pra vetëm nga parlamenti, nga kuvendi, po. Nga kuvendi. Vetëm presidenti i ardhshëm i vendit, nëse inicohet tashmë mund të zgjidhet nga populli. Gjykimin tim është shumë e natyrshme që të zgjidhet presidenti nga populli sepse përfaqëson popullin dhe deri më tani ka qenë vetëm kalkulimi pazare politike. Dhe asnjëherë nuk është se e ka përfaqësuar tamam qytetar, thjesht i ka shërbyer partisë në pushtet çdo që ka qenë ajo. Edhe Vjosa gjithë e dim që më tepër i ka shërbyer Zotit Kurti deri më tani sa ju ka shërbyer tjerëve. Me idenë që do ta fitonte një mandat, mirë po Zoti Kurti si lektori furt politik e goditi në momentin kur ajo nuk e priti. E kuptoj. Diçka duhet ju pyes për seancën e fundit fare. Lëvizja vetvendosje doli dhe me 2 kandidat, pra përveç Glauko Njufsë që kishte nominuar edhe 2 ditë më parë, sollë një kandidat tjetër për ta futur pak në kuadrin ligjor, mirë po opozita nuk mori pjesë fare. Në kuvend dhe quorumi ishte vetëm 66 të pranishëm. Këtë ka dërguar në kushtetuese dhe lëvizja vetvendosje. Si analizoni edhe sjelljen e vetvendosjes si çoi 2 kandidat, megjithëse ishin të 2 nga ajo forcë politike, por dhe opozitën që nuk mori fare, nuk ishte fare në kuvend. Opozita me besoj me drejt nuk ka marrë pjesë sepse nuk mund të merr një opozitë pjesë në një seancë ku është e papërfillshme. Pra Zoti Kurti ka bërë lojra politike të mëdha me opozitën, ka shkuar ta zë. Pse opozita nuk e nominoi një kandidat faton për shembull? Sepse thjesht do të ishte çështje procedurale, pra do t'i ndihmonte Zoti Kurti për ta çuar avancin e tij, lojën e tij deri në fund, sepse opozita nuk është se i kishte numrat, ata e dinin fare mirë një gjë të tillë. Për ta plotësuar lojën e Zotit Kurti si dekar për ta arritur qëllimin e tij, ishte kjo strategji e tij dhe opozita me drejt nuk ronë në ndikimin e tij, besoj unë. Sepse Zoti Kurti është dashur që qysh me opozitën, me njërin prej forcat mëdha politike, të merrej vesh. Mirë po nuk është se ka ndodhur një gjë tillë, prandaj opozita me drejt. Dhe kjo është nominimi ose kandidatura e 2 deputetëve nga radhët e vetvendosjes ka qenë strategji e Zotit Kurti, sepse ai dinte fare mirë që më tepër se 66 deputet nuk qëndrojnë në sallë. Ai dinte thjesht mirë po them. Qëllimi i tij është për ta çuar edhe këtë vet në kryeministën detyrë, po pa marrë përgjegjësi. Sepse Zoti Kurti kështu i shmangët marrjes së vendimeve të mëdha
që në raport me Serbinë. Ai di që marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje e cila në aspektin substancial e prek shtetësinë e Kosovës, e cënon ajo marrëveshje sepse lejon që të ketë si një lloj autonomie të serbëve brenda Kosovës, gjë që zotri Kurti ka ardhur gjithmonë me idenë dhe me propagandën, nuk e pranojmë zajednicën. Pra, zotri Kurti duke ditur që zotri Trump është, si thua, duke u marrë me çështje të cilat ai ka lënë pezën me Kosovën, që e ka përmend disa herë, është i friksuar që mos do dërohet ta nënshkruaj ose ta zbatoj një marrëveshje të cilën me kauzën e të cilës ai ka qenë pushtet. Pra, për dashur për të ikur kësaj vorbulle të strategjive globale ku përfshihet edhe Kosova, zotri Kurti po dëshon të mbetet kryeministër, mirë po pa marrë përgjegjësi. Prandaj është duke bërë këto manevra politike të tij. Tani, diçka, ndoshta në momentin që presidenti dalë në komunikimin me mediat dhe të shohim nëse për shembull shpëndoi parlamentin, aty do të kuptojmë më shumë, por në momentin që ende nuk e kemi, le të themi, çfarë vendimi do të marrë presidenti në detyrë. Aspekti ligjor, le të themi, apo interpretues është pak i qartë, nuk dihet nëse mund shkohet në zgjedhje deri më tani brenda 45 ditëve, nuk dihet çfarë do të vendosë kushtetuesi dhe mund të jetë fati 2 mujor dhe më pas mund të shkohet në zgjedhje, kjo mbetet ende për të parë. Po, pikërisht pritet vendimi pra që kushtetuese, ajo që do të thotë mirë, po, ajo që dihet është se, si thua, rrjedha ligjore nuk ka filluar ende, sepse kushtetuta shumë e qartë, thotë afati ligjor, pra 60 ditë fillon nga momenti kur parlamenti ose kuvendi në këtë rast dështon ta zgjedh presidentin. Mirë, po kuvendi nuk është se ka filluar fare. Ai pra e ka ndërprerë qysh në hapin e parë për mungesë të quorumit. Nëse parlamenti ta zgjedh do të shkonte me raundin e parë, atëherë automatikisht do të fillonte rrjedhja e Eksakt, e kuptoj. Mirë. Është pra një varet interpretimi i gjykatës së jetë. Shumë i qartë. Faton, të përshëndes, falenderoj shumë.